Shumë denoncime kanë bërritur në redaksin ton nga shqiptarët që jetojnë në jashtë vendit. Ata raportojnë se vota e tyre nuk do të jetë as pak e fshehtë dhe e sigurt. Policia e Dibrës arrestoi drejtoreshën e Spitalit Rajonal Irini Shehu, 44 vjeçe, pas kallëzimeve të përsëritura për kërcënime, fyerje dhe përndjekje ndaj personelit. Kryeministri Edi Rama u përball me reagime të shumta pasi quajti votuesit e opozitës autik politikisht, një deklaratë kjo që familjet e personave me aftësi ndryshe e cilësuan thyese. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVAZ. Emigrantët shqiptar denoncojnë publikisht se fletët e votimit për zgjedhjet jashtë vendit po dorëzohen pa verifikim identiteti me zarfe të ekspozuara ku shënohet emri mbi emri dhe adresa, duke cënuar rënd fshehtësinë e votës. Raportime të shumta kanë bërritur në redaksin tonë në lidhje me sigurinë dhe fshehtësinë e votës për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Ajo që duhej të ishte një proces i thjeshtë dhe i besueshëm, po kthehet në një burim të madh shqetësimi për emigrantët. Denoncimet janë të shumta dhe flasin vetë. Përshëndetje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na thotë se vota është private dhe nëse e tregon dënohesh deri në 3 vite burg, por ne emigrantët, kur e kthejmë post tek letra e destinacionit, është shkruar emri dhe mbiemri dhe adresa e votuesit. Kjo do të thotë që kontrollohemi. A nuk do të ishte drejtë që kur ta dërgojmë me post, të mos ishin të dhënat e votuesit, por vetëm destinacioni i pakos? Po kjo tregon hapur gënjeshtrat dhe pislleqet që po bëhen në vendin ton. Një qytetar tjetër shkruan: "Se po mora zarfin që KQZ ka nisur për diasporën, të shkallët e shtëpisë, kryetari i KQZ-s e promovoi me buj, do t'ua jap postieri i DHL-s në dorë, çdo personi përkatës të ai." Mashtrime pafund në kurriz të këtij populli. Zarfi ishte në emrin e bashkëshortësime, e cila është në punë 5 dite, lehtësisht e verifikueshme, dhe postieri e la të shkallët. Një tjetër rast shqetësues nga Italia. Rreth orës 10 erdhi i Korrieri dhe ma dorëzoi fletën e votimit pa më parë në sy, pa më pyetur për emrin apo dokumentin e identitetit, ma la aty dhe u largua menjëherë. Isha ulur jashtë te bari, kur pash fugonin e DHL-s, i thash mirëdita, dhe ai më pyeti: "Je shqiptar dhe voton?" I thash po. Ai më dha fletën e votimit dhe iku. Asnjë verifikim, asgjë. Ju lutem, ruani anonimitetin tim. Ndërkohë kujtojmë që kompania DHL ka marrë shumë të mëdha parash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për këtë shërbim, me pretendimin se çdo fletë votimi do t'i dorëzohet personalisht votuesit dhe me kujdes maksimal. Kostoja e paguar nga buxheti i shtetit për këtë shërbim është 9.2 milion euro, ku duhet të garantonte siguri, privatësi dhe dorëzim të personalizuar. Kjo bie ndesh me përvojat e raportuara nga emigrantët shqiptar në redaksin ton. Zarfe të lëna të shkallët, mungesë identifikimi të marrësit dhe shpërndarje të pakontrolluar nga ana e postierëve hedhin hije të rënda mbi besueshmërinë e të gjithë procesit. Përballë këtyre denoncimeve shtrohet pyetja: a është kjo mënyra se si duhet të trajtohet një proces kaq i rëndësishëm për demokracinë? Policia e Dibrës arrestoi drejtoreshën e Spitalit Rajonal Irini Shehu, 44 vjeçe, pas kallëzimeve të përsëritura për kërcënime, fyerje dhe përndjekje ndaj personelit, duke përfshirë edhe kryeinfermieren Shpresa Biçi. Shehu e shkarkuar më parë për një sulm fizik ndaj shefit të financave, akuzohet se ka vijuar me intimidimet edhe pas nisjes së hetimeve, ndërsa autoritetet njoftojnë se procedura penale për përndjekje po vazhdon. Irini Shehu, ish drejtoresha e Spitalit Rajonal të Dibrës, është arrestuar nga policia pas një sër kallëzimesh për fyerje, kërcënime dhe përndjekje ndaj punonjësve të institucionit, ku ajo drejtoi deri disa javë më parë. Shehu, 44 vjeçe, ishte prej disa javësh nën hetim në gjendje të lirë për veprën penale të përndjekjes, pasi u përfshi në një skandal të bujshëm brenda ambienteve të spitalit. Sipas burimeve zyrtare, gjatë kësaj periudhe ajo ka vijuar të kërcënoi dhe ngacmoi zvartësit e saj. Rasti më i fundit ka ndodhur vetëm një ditë më parë, ku kryeinfermierja Shpresa Biçi, 48 vjeçe, ka bërë kallëzim në polici duke pretenduar se Shehu e ka kërcënuar me mesazhe dhe telefonata pas një debati të ndodhur në mesditë. Policia e Dibrës ka konfirmuar se ka proceduar penalisht Shehun për veprën përndjekje dhe me urdhër të prokurorisë, ajo është vënë në pranga. Ajo u ndodh në mbikëqyrjen e forcave të rendit në një nga dhomat e Spitalit Rajonal, duke u përpjekur të shmangë arrestin përmes pretendimeve për gjendje të rënduar shëndetësore. Vetë Shehu e ka cilësuar arrestimin se të padrejtë të pabazuar në prova konkrete. Ngjarjet e fundit vijnë pas një incidenti të ndodhur më 11 shkurt, ku Shehu, gjatë një debati me shefin e financave Shaban Uklala, e kishte sulmuar këtë të fundit fizikisht me një kapse metalike letrash, çka çoi në shkarkimin e saj nga detyra. Pavarësisht largimit, ajo dyshohet se ka vijuar të intimidoi punonjësit e spitalit.
Ngjarja ka ngjallur shqetësim për komunitetin spitalor dhe autoritetet thonë se hetimet do të vijojnë për të sqaruar plotësisht situatën dhe për të garantuar sigurinë e stafit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama u përball me reagime të ashpra pasi i quajti votuesit të opozitës autik politikisht, një deklaratë që familjet e personave me aftësi ndryshe e cilësuan fyese dhe kërkojnë një takim publik për të shpjeguar vështirësitë e tyre të përditshme. Përkundër videos së faljes, prindrit theksojnë se një tallje e tillë nuk zgjidhet me një postim në Facebook, duke i bërë thirrje Ramës të dëgjojë kërkesat e tyre para zgjedhjeve të 11 majit. Fushata zgjedhore e Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 11 majit ka shkaktuar shumë polemika dhe reagime të forta në opinionin publik dhe rrjetet sociale pasi spoti dhe deklaratat janë tepër të bujshme. Pas gafës së ministres së shtetit për sipërmarrjen e Dona Bilali me gjyshin që çohej nga shtrati i vdekjes për të votuar më 11 majin për kandidatin e Shkodrës, një e dytë erdhi brenda ditës nga kreu i Partisë Edi Rama. Gjatë një takimi me pensionistët në Gjirokastër ai tha se ata që votojnë opozitën janë autik politikisht, por për shkak të reagimeve të forta. Rama u përpoq të kërkonte falje me anë të një videoje në errësirë dhe premtimeve për më shumë mbështetje për personat me aftësi ndryshe. Por kjo falje nuk mjafton për këta persona dhe familjarët e tyre. Nëna e një fëmie me aftësi ndryshe kërkon një takim publik me Ramën dhe prindrit që kanë fëmijët me aftësi ndryshe, pasi vetëm në këtë mënyrë do të kuptoj hallet dhe vuajtjet që ata përballen çdo ditë. Ajo thotë se hallet e këtyre prindërve janë të mëdha dhe një tallje e tillë sa për fushat s'mund të kalohet thjesht me një falje në Facebook. Në qytetin e Elbasanit, Avnim Mema u rra brutalisht dhe përfundoi në spital me pretendime se sulmi u krye nga i skeduari Shkëlzen Hasan Papa me porosi të kandidates socialiste Sara Mila, pasi Mema refuzoi të mbështeste në fushatën e 11 majit këtë të fundit. Denoncuesit kërkojnë ndërhyrjen urgjente të autoriteteve duke e cilësuar dhunën shenjë alarmante të lidhjeve mes kandidaturave politike dhe grupeve kriminale. Një denoncim tepër shqetësues ka mbërritur në redaksin ton duke hedhur dritë mbi një akt dhune të rënd në qytetin e Elbasanit, ku përfshihen emra të njohur të botës së krimit dhe një kandidate për deputete e Partisë Socialiste. Sipas qytetarit denoncues, ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë ku Shkëlzen Hasan Papa, një individ me të kaluar kriminale brenda dhe jashtë vendit, ka dhunuar brutalisht Avnim Memën, i njohur si shoferi një zyrtari të lartë shtetëror. Burimet pretendojnë se ngjarja ka ndodhur me porosi të Sara Milas, kandidate për deputete e Partisë Socialiste në Elbasan, e cila përflitet se gëzon mbështetjen e grupeve të krimit të organizuar në këtë qytet. Dyshohet se sulmi ndaj Memës është kryer si formë hakmarrjeje, pasi ai kishte refuzuar të mbështeste Sarën në zgjedhjet e 11 majit, duke preferuar të angazhohej në fushatën e një tjetër kandidateje të së njëjtës parti. Sipas denoncimit, pasi kandidatja Sara Mila ka shprehur pakënaqësinë te miqtë e saj të fortë, këta të fundit urdhëruan që Hasan Papa të jepte një mësim Avnim Memës. Ky i fundit përfundoi në spital me fraktura të shumta si pasojë e dhunës së egër fizike. Qytetari ka raportuar ngjarjen dhe i bën thirrje institucioneve të reagojnë e të marrin masa të menjëhershme ndaj autorëve dhe urdhërdhënësve, duke e konsideruar këtë si një tregues të rrezikshëm të agresivitetit që po karakterizon fushatën elektorale në këtë nivel. Në sipërfaqe fushata duket të qetë, me batuta të zakonshme politike, por në terren ndodhin sulme të tilla që ngjasojnë më shumë me gjueti hienash sesa me një garë demokratike. Prindrit kanë kallëzuar pranë policisë kopshtin privat Buçko në Tiranë, duke akuzuar stafin për mos reagim ndaj sulmeve të përsëritura ndaj fëmijëve të tyre për 2 ditë me radhë dhe për manipulim të pamjeve të kamerave të sigurisë. Ai paralajmëron ndjekjet të gjitha rrugëve ligjore për të kërkuar drejtësi. Një prind ka bërë një denoncim publik të rënd lidhur me trajtimin e fëmijës së tij në kopshtin privat Buçko në Tiranë. Sipas denoncimit, fëmia është sulmuar 2 ditë me radhë nga një fëmijë tjetër në institucion, ndërsa stafi pedagogjik dhe drejtuesit e kopshtit janë akuzuar për mos reagim dhe përpjekje për të fshehur të vërtetën. Prindi deklaron se fillimisht është informuar vetëm pas shfaqjes së shenjave fizike në trupin e fëmijës, ndërkohë që sulmet kishin ndodhur në mënyrë të përsëritur gjatë gjithë ditës. Gjatë përballjes me drejtuesit e institucionit, është pretenduar se janë shfaqur vetëm disa pjesë të përzgjedhura të pamjeve nga kamerat e sigurisë, duke u përpjekur të minimizohej rasti. Ngjarja është përshkallëzuar më tej pasi fëmia është sulmuar sërish edhe ditën pasuese. Sipas denoncimit të prindit, i cili i fajson edukatorët dhe drejtuesit për neglizhencë dhe mungesë totale përgjegjësie. Prindi ka theksuar gjithashtu se gjatë momentit të tensionuar është filmuar fshehurazi nga stafi i kopshtit, gjë që e ka konsideruar si një përpjekje për të krijuar materiale komprometuese ndaj tij. Ndaj institucionit është bërë tashmë një kallëzim zyrtar pranë komisariatit përkatës të policisë dhe prindi ka vënë në dispozicion të mediave dokumentacionin përkatës që vërteton denoncimin. Ai paralajmëron se çështja nuk do të mbetet me kaq, dhe do të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të vënë drejtësi.
Banorët e zonës së parkut të liçenit artificial në kryeqytet denoncojnë prerjen masive të pemëve në liçenin e Thatë dhe shtrimin e terrenit me zhavor, ndërsa zhurma e mjeteve të rënda ndërtimore po kthehet në një stres të vazhdueshëm për komunitetin. Pavarësisht ankesave të përsëritura, policia nuk ka ndërmarrë asnjë mas për të ndaluar këto shkelje, por shfaqet vetëm për të vendosur gjoba për parkimin e makinave. Parku i liçenit artificial në Tiranë, një ndër të paktat hapësira të mbetura të gjelbërta në kryeqytet, por përballet prej kohësh me ndërhyrje të ashpër të ndërtimeve që po shndërrojnë natyrën në beton. Banorët e zonës kanë ngritur alarmin disa herë për prerje të vazhdueshme masive të pemëve, veçanërisht në zonën e liçenit të Thatë. Së fundmi, ata raportojnë se pas shkatërimit të gjelbërimit terreni po shtrohet me zhavor. Një qytetare në një denoncim në redaksion ton shprehet se çdo ditë përballet me zhurmën e mjeteve të rënda ndërtimore, që ka kthyer jetesën në një stres të vazhdueshëm. Ajo thekson se pavarësisht ankesave, policia nuk ka marrë asnjë veprim, por shfaqet në zonë vetëm për të vendosur gjopa për parkim makinash. Kjo situatë ka shqetësuar tepër banorët, të cilët bëjnë thirrje për ndërhyrje. Mesazhi i denoncueses: "Përshëndetje, te liçeni i Thatë mirë që i pren komplet pemët, por tani po i hedhin zhavor dhe na çmendi ky ruli me këtë zhurmë. Policia nuk duket, vjen vetëm për të vënë gjoba. Ju lutem publikojeni." Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshi.